Ministri iranian i mbrojtjes Aziz Nafizardeh ka paralajmëruar SBA të mërkurën se vendi i tij do sulmoj bazat amerikane në rajon nëse Donald Trump nis një ofensiv kundër kombit persian. Irani do të sulmoj bazat amerikane nëse sulmohet, tha ministri i mbrojtjes. Sipas La Stampa, ai shtoi se të gjitha bazat amerikane dhe bazat ushtarake të vendeve të tjera në rajon që ndihmojnë Shtetet e Bashkuara në sulmet ndaj Iranit do të konsiderohen objektiva legjitime. Presidenti amerikan Donald Trump ka paralajmëruar se Shtetet e Bashkuara do të ndërmarrin masa shumë të forta nëse autoritetet iraniane fillojnë ekzekutimin e protestuesve antiqeveritar të arrestuar gjatë protestave masive që kanë përfshirë vendin javët e fundit. Deklarata u bë në një intervistë për CBS News në një moment kur numri i të vdekurve nga përplasjet mes forcave të sigurisë dhe protestuesve ka kaluar shifrën 2500. Shqetësimi ndërkombëtar është rritur pas raportimeve se një nga protestuesit e arrestuar, 26 vjeçari Erfan Soltani, mund të përballet me ekzekutim të menjëhershëm. Ai u arrestua në qytetin Karaj, në periferinë veriperëndimore të Teheranit, gjatë kulmit të protestave, pak para ndërprerjes së internetit. Organizata Amnesty International ka ngritur alarmin për rastin e tij, duke paralajmëruar se autoritetet iraniane mund të rikthejnë gjyqje të shpejta dhe ekzekutime arbitrare për të shtypur çdo formë kundërshtimi. Sipas Human Rights Activist News Agency, deri herët të mërkurën, numri i të vdekurve kishte arritur në të paktën 2571 persona, përfshirë 12 fëmijë, ndërsa mbi 18100 njerëz janë arrestuar. Ky bilanc është më i rëndi i dekadave të fundit dhe kujton trazirat e revolucionit islamik të vitit 1979. Televizioni shtetëror iranian ka pranuar për herë të parë viktima duke cituar një zyrtar që foli për shumë martir. Trump gjatë intervistës ju referua edhe veprimeve të mëparshme ushtarake të SBA-s, si goditjet në Venezuelë dhe vrasja e ish udhëheqësit të ISIS, Ebu Bekr el-Baghdadi, duke lënë të kuptohet se Washingtoni nuk do të qëndrojë pasiv. Në rrjetin e tij social Truth Social, Trump publikoi edhe një mesazh të drejtë për protestuesit iranian, duke i inkurajuar të vazhdojnë protestat dhe duke paralajmëruar se ndihma është rrugës. Si reagim, misioni i Iranit në OKB deklaroi se skenari amerikan do të dështojë përsëri, duke akuzuar SBA-t për përpjekje për ndryshim regjimi përmes sanksioneve dhe presionit politik. Ndërkohë Rusia ka kritikuar presionin amerikan ndaj Iranit, duke thënë se forcat të jashtme po përpiqen të shfrytëzojnë tensionet e brendshme për të destabilizuar shtetin iranian. Autoritetet iraniane këmbgulin se situata është vënë në kontroll, megjithse prania e forcave të sigurisë në rrugë mbetet e lartë dhe raportime të shumta flasin për konfiskime të pajisjeve satelitore dhe rrëfime të detyruara të transmetuara në mediat shtetërore. Situata në Iran mbetet e tensionuar, ndërsa komuniteti ndërkombëtar ndjek me shqetësim zhvillimet dhe rrezikun e një përshkallëzimi të mëtejshëm të dhunës.